unë bile shpesh ju thëm, ai person që s'ta lexon kontratën, ai s'e ka normal me respektu. Se s'mundet. Ai nuk e di çka kanë nënshkru. Rreziku që ai nuk ka, ai punëtor mos me respektu kontratën është shumë i madh. Shumë. Ku pedenti që ka me respektu, ai s'pi interesant as me lexu. Përshëndetje, unë jam Genti edhe kena nisë një podcast së bashku me Kullën Fresh Magazine, ku kryesisht kena me thirrë veç njerëz të suksesshëm. Nuk kena me folë sa në të kota, po qysh e kanë mri suksesin këta persona me një formë ose tjetrën. Që do me në ngu nga na që jo shkatënal. Florim, për me mujt me kuptu ketë ata që jënë të në ndëgju për të qka jemi të folë edhe qka është tema sëd, nështë ta veç me ju të regu kush jeti qka bën, me qka mirësh. Unë jam Florin Lata, jam avokat, e bashkëudhëheqje e bashkëthemeluesi shoqërisë avokatëve Vokshi Lata. Fakultetin juridik e kam kryer në Prishtinë, studimet master i kam kryer në Francë. Një pjesë të studimeve master e kam në pronësinë intelektuale, pjesën tjetër e kam në të drejtën biznesore në përgjithësi. Kështu që prej vitit 2011 që jam kthy për studimeve, e ushtroj profesionin e jurisit, atë jam bë avokat, kam qenë një kohë dhe profesor, kohë pas kohë tash jam ligjerues. Po tash edhe nimoj edhe studentat edhe kolegë të ri, mentoroj, pak a shumë dhe që kem duket që është puna ma e mirë për këtë punëve që i kom bërë deri tash. Për ndryshe edhe në LinkedIn shumë ja ke nisë do postime, mi bu interesant edhe një postim që am la për shtypje ke për djalin e pronarit. Po. Veç me na e pak kontekstës, po kujtot këtë teksti, po kalzëm që ke se gjithës që ke puna djali pronarit, ose që i ka pronarit këtë rast, që kanë qësë është biznesi familjar, qysh, që ka aden bajgi u butim e nëzeta? Kur gjosish kjo, në komenu që kjo të jam nëzet, po aty në komente i lezova që më shkryshin komente, që më shkryshin privat, në kur gjosë djali pronarit, që ka dashnorja pronarit. Ato për që rregulleshin kompaninë krejt. Po. Aja është rroga bënusi. Eta pse më shkam kanë zitë. Thonë, cila opozita jote në kompani o pyetja, përgjigja është një djali pronarit. Kjo tregon, në realitet këto ndodhen, kjo tregon që ai nuk ka kurfar pozite. Unë nuk jam për mos mi përfshi fëmijët në kompani. Pse jo, një po, jepja një detyrë, jepja një pozitë, caktoja më një vend, caktoja detyrat e punës, nëse ai kryen çdo detyrat e punës, që ti a jep, ose që kompania e jep, shumë mirë, gjithë s'ka në rregull. Normal nëse ai edhe den me i bose, problemi më të madh në kam me bizneset familjare në Kosovë. Personale kam. Pe aspekt ligjor apo personal? Jo. Unë e kam problem me ta se dhimen që po shkojnë të poshtë. Që bizneset familjare janë ma shumë se biznese. Janë tradit, janë kulturë, janë trashëgimi. Ato e pasqyrojnë një farforme këtë shoqërinë tonë që shka evolu, që shka shku. Edhe në qëse na i hupim qëto bizneset familjare që brezi 2, 3 nuk më rinë me i majtë, na i kemi hup shumë, se që bizneset tona janë të reja. Duhet me shku në tranzicion. Qëto kalimet e shpejta është problematike mi përballu ndërmarrjet si tonat që janë të reja të pastrukturume. Kështu që para se me ndodhë që kjo është mirë me bo një strukturë, një organizim, një ndarje, edhe nëse dy ki fëmijë që nuk janë talent për me menaxhu, bënë një bord të aksionarëve dhe një bord menaxherial. Fëmijët e tu që edhe veten, nëse s'do të marrë me menaxhim ditor i pozicionet në bordin e aksionarëve, edhe merr një bord menaxhues ku janë njerëz profesionistë. Edhe ata u heqin punë ditor, edhe menaxhimi ditor, kjo formulë këtë botën që funksionon. E pe komentave u pajtëshin njerëz me qëta jo, do qa u kon menimi i komentuzë. Disa u pajtëshin, disa su pajtëshin, varsisht edhe për pozicioneve që kishin kompani, edhe për përvoja dhe sigurisht, po qëllimi, ke pak me nëzit pak debat, unë qëllimin kryesor e kam që me pas një organizim të mirë kompanitë. Sepse na duhet mirujt qëto kompani që i kemi, dhe që to kanë ndërtu që të shtetë, që to shkapishohin. Edhe kemi po rast dhe fatkeqësisht kohët fundit që kompani me emën që janë prindi, fëmija,
që i kanë ndërtu familja, që janë ka shkojnë të mbyll, me rastin e vdekjes të, për shembull, themelusit. Kjo është e dhëmshme, sepse duhet me shku këto ndër kompani me u zhvillu edhe më tutje. Nëse nuk kanë organizim, borde, funksionim si duhet, fatkeqësisht nuk kanë me pas probleme shumë të mëdha, po kryesorja që duhet me bo pronart është mi shkollu mirë fëmijët. Edhe mos mi udhim fëmija që folëodhe të mësu. Nëse me i prek sanat të fillimet, me bo punë në një herë edhe ajo të parën deri... Sidomos për shembull e kini biznes e merr si të ri, edhe jo direkt e bën drejtor, ai se të asnjë punë, se një kërkon në kompani. Gjithçka nuk gradualisht mu familiarizu me kompaninë. Pastaj pse jo, është shumë mirë, se të kemi qenë, unë kom 3 fëmijë, kom qenë se ndonjëri prej tyre më bë avokat. Me punu bashkë. Po. Ama mi kalu do sana që zot. Po që aty po vinë edhe problemet, po që mund të lidh me një sen flerin, se kërkush nuk mundet me ditë më mirë se ti që të pjesën e problemeve sidomos ligjore, çka do të një punëtor që tash, domethënë që ka njerë kur përmendojnë 2025-ën me qasjen ki dokumentat, me qasjen njerëz me ketë, hala kur aplikon një punëtor sot, edhe në vetë di, ja qes kontratën, ta në shumë kontratën për e lexu. Edhe të njëjtën kohë do të thonë edhe punëdhënësi pi bën të gabime kur për merr dikon punë. Ka njerë nuk jap kontratën në çmuin e para, shumë sene. Çka po duhet tash me pas parasysh, po folim 2025-ën, çka po duhet me pas parasysh punëtori edhe punëdhënësi kur po marrin punë? Po foli për aspektit ligjor sidomos. Për aspektin ligjor, që e the edhe ti duhet me lexuar. Unë bile shpesh ju them, ai person që s'ta lexon kontratën, ai s'ka normal me respektu. Se s'mundet. Ai nuk e di çka kanë nënshkru. Rreziku që ai nuk ka, ai punëtor mos me respektu kontratën është shumë i madh. Shumë. Kompetenti që ka me respektu, ai s'pi interesant as me lexu. Aspekti dytë, që vjen shumë keq që në Kosovë nuk po ndodh, mjaftueshëm, prej aspektit kompanisë, është se nuk po i merr referencat, nuk po i kontakton personat që ka punu më përpara. Unë kam tash një problem të një kompani ku tash pe marrin vesh që ai punëtor kudo që ka punu ka bo probleme. Kudo. Edhe jo problemet vogla. Flasim me probleme shumë serioze. Po ai nuk ka pas dosje penale, megjithatë ka bo probleme serioze, tash ka edhe dosje penale, se ju ka met dorë këty. Prap mas këty në kish gjetë prap punë diku tjetër, normal nuk ka funksionu fare ky rrjeti verifikimit ku ti thithë dikon telefon ju thotë ka aplikuar këtu na ka pas ka punu te ti. Çfarë punëtori është, pse e keni largu, ose pse ka dalë, ç'u keni kalu, çfarë personaliteti. Do të thonë mas pari në mes veti nuk e kena kriju që besimin me thirë dikon me vetë, sa i sot ti e thirë, a i nesër thirë ty. Së mos edhe të ne avokatët dhe firmët e avokatisë. Unë shpesh i thonë kolegëve të mi, kujdes kur merr një dikon punë që ka punu diku tjetër, sa njerëz pyet bile për njerëz, e mund të mos pas arsye hiç. Ja, mund të ligjërisht për mu bo në fort database ku bizneset shënojnë komente, edhe çato komente mu verifiku. Më kanë pyetur edhe më përpara, diskutuar shumë. Unë mendoj që ligjërisht ajo është pak më problematike, ajo se është subjektive. Po dhe qysh din apo ja bën prej nati, as ja bën prej nati, qysh ja vërteton. Kështu që mbetet kjo me thirrë dhe atë vlerësimin ton si rekrutim me stot tahminit. Apo ai po i beson as po i beson. Sa punëtorët kur marrin një kontratë, duhet me analizu mas pari detyrat e punës. A ka shpërputhje mes konkursit edhe detyrave të punës kontratë? Unë e kisha vlerësu shumë, që ose dikush vjen dhe thotë më fal, detyrat çto që i ki s'dimi bo. Nuk di, në konkurs të një ngonë qëto nuk di mi kry. Edhe jo veç me marrë me në shkru. A këshërë një hera, dhe një botë qëto punë. S'ka mujtë me pas konkurs me konë shumë i përgjithsum, detyrat e punës janë shumë specifike. A mujtë me marrë kontratën edhe me thonë, po du me lezu në shpe dhe me këthy nesër dhe mu konsultu me një avokat për shamë. A mujtë që është në një avokat? Nuk është kur gjë e kundërlishme më thonë ama kontratën të marrë me veti, edhe
po ndonë se mos më tut me jep, që ai me lexu edhe më kthy nesa në tonë këtë tash për nënshkruaj. Përderisa nuk nënshkruhet për të dy palëve është draft. Nuk është e vlefshme. Po. Jo, draft është. Kontratën e merr, lexon, ajo që dash me kon për dëshmëri, që dash. Që edhe nisan kontrata do të mund të nënshkruaj para se më fillu punën, sa mos e si ta fillon punën. Jo, para se të fillon punën. Kjo është kosht është tash bile edhe me ligjin për procedurat atimore e kanë para po është parashihet që kur fillon me punu në pas kontratë. Po këto zakonisht të bëjnë mas një javë, mas një muaj, me një familje. Mundet me ndodhe nga njerë se teknikisht mos me konë kaqëm, po ligjërisht do të me qenë kontrata e nënshkruar para fillimit të punës. Nëse tash ka herë njerëz se mendojnë që puna është ju për ka punë që për 3 ditë me dikon punë, për 2 muaj, për 2 javë, se po du me të thonë dhe diçka. E kisha një farë shprese që mund të më bo Prishtina, Milano e Ballkanit, edhe e kom përdor këtë term disa herë për një makim kapacitet. Unë për fushës drejtës autorit e pronësisë intelektuale, edhe normal edhe për prizmit avokatës, se kom klienta, kom pa që ka kapacitet. Do me thonë, kur kom pa video, kur më kanë tregu video në YouTube, Kinezia, tu kallëzu qysh, ka video qysh qepet fustani filan dizajnerës Kosovës, edhe i ka me mija vjuza. E hi njerës të kësyn qysh qatë model, filan dizajnerës Prishtinës, e pse mos më njohë Prishtina si kryqëtet i modës. Ku i ka njerës, se të së më nësh artificialisht me bo. E pe aspektit ligjor, a jena okej, për shembull që edhe mu qel fabrikat, procesi, a është i lirë, a jena okej që aty, pse për kena na bingjen që shpesher biznes të jashtit, ose po tutën këtu me qel, ose me investu, ose. Që në aspektin ligjor, e kemi goxha mirë të rregulluar me rregullativet, kështu kemi bërë ligjet mira. Edhe me zbatim, nuk kemi çfarë skeç, bile ndoshta jena pak më mirë se vendet e rajonit. Problemi pse njerëzit hezitojnë me ardhmë në investu në Kosovë është një fjalë, luftë. Ka fillu mu harru, na ja u kemi rikujtu edhe njerë, edhe njerëzit hezitojnë. Mu kujtu Breaking Bad, edhe më ka pëlqy shumë, edhe Netflix kështë që me këshysh që tash, edhe po ashtu Better Call Saul, dhe më thonë që kjo avokati, edhe shumë interesant, jam sezon e 2 hala, edhe më la për shtypje që ka njëherë, po është të luftu me vetën, ndërmjet asaj, deri ku do të një avokat me bo një kompromis mes ndërshmërisë. Për shembull, ke një rast ku ja bleti ai një kukull asaj që më ja bën një termin më herët. Edhe një kolege i tha, jo vllazë, kjo është rryshvet. Apo që të shkojnë sandet të. A vetëm tha, do të më ja bleti një kukull, tha më ja po pak që jemi ta që vish terminin tha me ta bu më herët, a vetëm. Ajo kategorikisht tha, jo, kjo është rryshvet, a vetëm. Të na a kem na i fal limiti deri ku shkën që ajo deri ku mundet një avokat me thonë dhe që të është ndeshme. Ma nuk. Para se më të përgjigjëm në qëtë pyetje, po du më lidh me ato se në qatë serial e çka i duhet një avokati. Për te dijes teorike i vynë mençuria. Duhet avokati me konë impret. Me bo strategji. Me qenë gjithmonë i përgatitën për situata të pa parashikuar, edhe me qenë i aftë me improvizu. Qëto janë që i shenë atë serial, edhe qëto realisht në ndodhin regullisht. Për shembull, një ditë që ta shkejt vonë, i kisha palët e njëjta, 2 palët e njëjta, në një kontest. Edhe aty ishë bo një gabim gjykata ku nga ka thirë, ishë bon nga 3 numrit, edhe unë e marrë landën edhe shkojnë gjykatë. Pala tjetër ja nis me fol, edhe unë, ajo shka folaj, ma ato shka kishën shkrej, sa s'kish kur gjë të bëj hiq, me thonë në kisha marrë landën tjetër me veti. Edhe, i thëmë gjyqtarit, a mundesh me verifiku, se po ndogët për tjetër landë po fol, e verifikoj, tha po, për që të landën që po fol këj një ardhë, në kisha numrin tjetër. Po s'osh më rëndësi, e luta palën tjetër avokatin, thash, ama landën
teme, pjesën që unë shkruan, edhe majtë mësonësën, se e kisha punu vetë e disha. Po. Për mu këthy të ndërshmëria, po, na i kemi qarta, i kemi shumë qarta, tash ti mbranda që aty në qartave ka mundësi interpretimi, po për shembull, të avokatët është konfidencialiteti, është prej rregullave që duhet me pas tepër kujdes edhe që janë qartat përcaktuar me legj, me kod etikës, edhe për me thjeshtësu është edhe mos me punu për dy palë të njëjtën kohë. Konflikti Se mundet ligjërisht ta? Mund shpesh më përballë me si. E ligjërisht mundesh më Jo, nuk A ligjërisht jo? As Po më shef ligjërisht, as ligjërisht, as kurqysh nuk bën, sepse kjo përban një pishkjellje të rënda të profesionit avokatisë. Transparenca? E tash, të transparenca, për më ndërlidhje me sistemin gjyqësor, ka avancim të jashtëzakonshëm. Duhet mi përmend edhe aspektet pozitive të gjykatës. Po. Çdo vendim pothuajse e ki online, qasshëm, të anonimizuar. Për momentin anonimizohen vendimet edhe publikohen. Nëse duhet një vendim... Çdo vendim, çdo rast ja? Po. Anonimizohen. Ve faqe Të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Okej. Edhe heni lexon. Shumë kur unë jam kon student, u dashke vështirë në vendim që ki mujt me pa. Na i ta ka pru në avokat ose në gjyqtar në universitet të fotokopium, ashtu me të mshef në E që tash mundesh mi po, veç emnat jenë me të zeza, kejt. Emnat janë tash në formë elektronike, i dërgojnë, do të thonë, jo të printuar, ato në formë elektronike janë anonimizohen, edhe të jeni lexon, do të thonë, edhe avancën, edhe transparencën, po edhe profesionalizmin. Student, unë për shembull, nuk ka mundësi me mik gjykatës komerciale dhe vendimet e shkollës dytë, se të shkollës parë nuk i lexoj shumë, sepse shkolla dytë janë mi farë forme vendimet përfundimtare, temat që më interesojnë rregullisht i lexoj. Bile si zyre kemi bërë edhe dokument për praktikën e gjykatës, kemi publiku libër për atë pjesë. Nëse nuk e përcjell, prap mehet me libra të fakultetit. Me ti marrë qëta që po lexojnë komente dhe s'kanë që bojnë me ti pak me lezu që aty. Knasën. A din ta manë që aty i marrën këtë lafet, që aty mësojnë. Nëse për ata e kom këshill me imi lexu vendimet penale, aty ku të shkojnë çështje penale, aty knasën. Do më më shumë zgjer. Raste penale. Penale, civile, kontestimore. Këto familjarë nuk publikohen. Që po mdoget të japën material stash një. Dhe mbile folin për drejtë. Këtë për kushtetutë që tash po folim, më përse edhe është koha a formohet qeveria, që formohet a ka shkelje kushtetutëse. Që veç një rast që me mujt me përmbyll kështu bashkë me një rast që edhe mu ndodhi qëto 2 javë të fundit, një klient tha e kom një rast ta ku punëtori, të më që e ka rekrutu, tha ka mundësi, tha mu mos me mbo kontratë. Po dhe në tha soj për merke, ja socialja, ku me ditë e ka diçka, një rast, po tha mu s'po më do të kontrata, tha edhe parët me mjep kesh, tha më po du me punu për ty. Po tash me një anë, punëtori e super i mirë, si mas klientit, po këni qysh me marë, se nesër mas nesër qa butaj me të vjedhë diçka, dhe me thonë, qa me bujnë që të rastaj? A ja vlen me marë një njëri që shtu pa kontrata, jo? Se ka pjetë biznesu dorë në zamë që të na gjysë në punëtorëve i kam pa kontratë. Kjo është një problem i madh shoqëror në Kosovë. Edhe kjo është të ndodhur të sidomos tash te ndihmat sociale, te veteranët e luftës, që kanë dhënë një pagë është ajo minimale, që me të nuk mundet me jetu, po në jetën ku i kanë nëse punon ta minusoj. Sektor caktuar kur nuk bën ligjërisht kjo. Përgjigjja kështu me konë drejt për drejt, po to e njoft kontekst. Ka sot nëse ndalën shtarrapsisht në sektorin e ndërtimit me pa punëtor. Po folim realisht. Po domthonjë që se i thu kit me kontratë. Kit me kontrata nuk vin. Me pa punëtor. Po bile tash këtu është problem serioz, se këtu çohet i madh i vogël thotë ky hajn, ai hajn, ky politikan hajn, ky mashtrues, ky kështu. Momentin që ti e merr një ndihmë sociale, edhe shkon i thu shef më hub sociali, bëm pagum zez ti të vjedh. S'kam ju pëlqyer shumë për aty që kanë të gjë. Po që kjo realiteti është jetë të vjedh shtetin. Jetë të vjedh se në nënon për merr
sociale, në qatë ndimen shtetërore, në anë tjetër s'po pagun as taks, as kur gjoheq, edhe për vendos tash kompanin në një pozicion tepër të rëndë, se rrezikon më dënu për inspektorit, se vjen dhe thot kush është listën në ATK, edhe kush jeti, rrezikon me shku në burg, se me bëjmë me u lëndu, murdzu, me vdek, me të predoren, me thy komen, nuk e ka asë një pikë mëshirë, me njerë shka në lajmëran në inspektoriatën, policie, në gjykate, ti qëtë 100 kushte, që ashtë realiteti që përshojmë na për det, edhe pronarët të bizneset pëqojmë burg, pse ju ka rëzu punëtori, në regull nëse si ka përcu kushtet e sigurisë, ato unë, normal që është detyre e drejtorit kompanisë, jo pronarit, po ende kena probleme me i kuptu që dallën esencialisht pronësia për menaxhimit, pronari mund nëse pas asë një rol në kompani, menaxhej drejtori për gjithë shumë është për gjithë për funksionimin. Kështu që kjo është një problem, shpresoj që mu gjetë një zgjidhje sa më shpejt, sepse kena edhe që problemin e sigurisë në punë që na paraqitet. Shumë një ma. Sharim, falenderit shumë, ke shumë kënaqësi. Kështu që shihemi tjera hera. Shtek dhe si dhe për më.